pleqëria ja kishte shtuar hallet. Një pensionist kishte harruar që 2 herë në vit do I duhet ja dëshmonte shtetit që është gjallë duke u shfaqur fizikisht në departamentin e pensioneve. Kur kishin kaluar 6 muaj e ai nuk qep për të nënshkruar. Në fund të muajit pensioni nuk I doli në llogari. I mbetur pa të ardhurat e vetme personale që merr gjatë muajit. Pensionisti ishte drejtuar tek një avokat në mënyrë që të marrë pensionin në mënyrë retroaktive. Vetëm në këtë mënyrë, avokati Muhamet Mujaj u njoftua për një dukuri të tillë. Kam pas një rast individual ku pensionistit janë ndalë 3 pensione rresht dhe është obligu për shkak të mos lajmërimit me kohë që të rikonkuroj sikur prej fillimi. Derisa po përgatiste dokumentet për të dëshmuar në gjykatore që pala e tij ka të drejtë, Mujaj për Kiks Kosovën tha se vërejti mospërputhjen mes ligjit dhe udhëzimit administrativ lidhur me këtë çështje. Atëherë kur e kom marrë si rast, e kom analizu me që legjislacioni jonë është shumë fushave, ndoshta edhe ne s'kemi kohë mi pa gjitha pjesët, gjitha ligjet, e marrë e bëj një studim pak më thellë të ligjit dhe të udhëzimit administrativ, që I obligon pensionistët që të paraqiten çdo 6 muaj në zyrat regionale dhe e vrej se vullneti I ligjvënësit nuk ka qenë që pensionistët gjitha kategorive të shkojnë dhe të paraqiten çdo 6 muaj. Mirë po, janë vetëm 2 kategori që obligohen dhe ata janë ato që kanë pensione të parakoshme dhe një kategori tjetër, kurse gjitha kategori tjera nuk e kanë atë obligim. Më pas, me udhëzim administrativ, I është bë pa drejtësi gjitha kategorive dhe I kanë fut me të njëjtin detyrim, një farforme në mënyrë jo ligjore I detyrojnë pensionistët që të paraqiten dhe realisht ju ndalin pensionet padrejtisht atyre që nuk paraqiten me kohë. Me të marrë vesh një gjë të tillë, avokati Mujaj përgatiti një padi për të eliminuar një padrejtësi të tillë, të cilën e drejtoi për në Gjykatën Supreme. Po me që kemi vrejt që besoj se edhe Gjykata Supreme do ta konstatoj këtë shkelje dhe këtë mospërputhje të ligjit me udhëzimin administrativ. Realisht të udhëzimit administrativ me ligjin në fuqi për pensionet që financohen nga shteti, e kem pa gjatë trajtimit të ligjit, leximit ligjit, se nuk ka qenë vullneti I ligjvënësit që në atë formë të maltretohen gjithë këta të moshuar duke u ende në zyrat e pensioneve, zyrat regionale të pensioneve. Aty e kam vrejt që është një udhëzim që nuk është në përputhje me ligjin, një udhëzim që ka deviju prej vullnetit ligjit dhe në këtë mënyrë kemi drejtuar dhe patij. Kur fotografitë e pensionistëve duke pritur vërshuan rrjetin edhe një herë, Mujaj tha se vendosi që të informoj qytetarët nëpërmjet një postimi lidhur me padinë e ngritur. Tash së voni, kur e kom pas që ka dalë në media një fotografi, kush e ka publiku, nuk e di, mirë po e ka dhënë një efekt vetin, emocional, po edhe moral që na obligon gjithve, kam vendos me informu opinionin se me të vërtet ne kemi një padi atje në Gjykatë Supreme dhe presum që me të njëjtën padi ta godasim udhëzimin administrativ dhe ato të mira t'i shfrytëzojnë gjithë pensionistët. Pikërisht në ditën kur Kiks Kosova po realizonte intervistën me avokatin, Supremja I kishte dërguar lajm se kishte caktuar datën e seancës së parë. Po sot mora një njoftim para një gjyqësore që seanca është caktuar me datën 9 dhjetor në ato gjykatorët e Gjykatës Supreme. Muja pret që Gjykata Supreme të marrë vendim e të hedhë poshtë udhëzimin në fuqi.
pa ndikuar në vendimet e gjykatës, po ne presim që gjykata supreme të vendosë në favor të ligjit, në favor të vullnetit ligjvënësit dhe ta eliminoj atë pjesën që është e kundërligjshme, që ne e konsiderojmë që është e kundërligjshme dhe në mos përputhje me ligjin në fuqi që ka të bëjë me pensionet e financuara nga shteti. E pas vendimit të Supremes, Muja i thotë se shpreson edhe tek masat që do ndërmarrë Ministria më tutje. Momentin që gjykata po shpresojmë ta anulloj edhe institucioni i Ministrisë Mirëqenies dhe Punës Sociale ka me qenë obligume me nxjerr një udhëzim i cili duhet të jetë më i qartë dhe të mos jetë maltretues ashtu si ka qenë deri më tani.